Të nderuar përfaqësues të Fondacionit Fundjavë Ndryshe, të nderuar të pranishëm. Ky për mua sot nuk është një moment i zakonshëm. Është një moment ku dua të ndaj me ju jo vetëm një falënderim, por një pjesë të historisë sime. Unë jam një djalë 18 vjeçar nga Korça, një nxënës që gjithmonë ka besuar se përkushtimi dhe puna e ndershme mund të çojnë përpara. Por bashkë me këtë përkushtim kam jetuar dhe një realitet të vështirë. Vi nga një familje ku çdo ditë ka sfida ekonomike. Prindërit e mi nuk kanë një punë stabil. Megjithatë, pavarësisht çdo vështirësie, unë nuk kam hequr kurrë dorë nga ëndra ime. Dhe kjo ëndër ka qenë gjithmonë e qartë, të studioj mjeksi, të bëjmë dikush ndihmon, që sjell shpresë, që jep forcë atyre që e kanë humbur. Por, për të ndjekur këtë rrugë, duhet shkoja në Tiranë. Dhe kjo ishte diçka që familja ime nuk mund ta përballonte. Ka pasur net kur kam menduar, a do t'ja dal? A do të kem mundësi ta vazhdoj këtë ëndër? Ndonjëherë frika fliste më fort se shpresa. Deri në ditën kur u shfaqet ju. Kur u shkruajva email duke u kërkuar ndihmë, të them të drejtën nuk mendova se do më theni përgjigje brenda 24 orëve. Përgjigjja juaj më dha besimin se nga mureve të shtëpisë ka njerëz të panjohur dhe me zemër të madhe që të qëndrojnë pranë pa asnjë lloj interesi. Ishte një moment kur ndjeva që dikush po më thoshte: "Vazhdo, mos u dorëzo. Ne besojmë tek ti." Dhe kjo ndjenjë më besoni, është e paharrueshme. Sot jam këtu sepse dikush pa potencial këtë punë, sepse dikush vendosi të më japë një shans. Ju nuk më dhatë thjesht një mbështetje financiare. Ju më dhatë shpresën, më dhatë besimin, më dhatë të ardhmen. Prandaj, sot dua t'ju them, faleminderit nga zemra. Faleminderit që besuat tek një djalë nga një familje e thjeshtë, por me një ëndër të madhe. Faleminderit që më dhatë mundësinë të ndryshoj jetën time. Unë ju premtoj se do të punoj fort, do t'jap më të mirën çdo ditë. Dhe një ditë, kur të jem mik, dua t'u akthej këtë mirësi njerëzve të tjerë, ashtu siç ma keni dhënë ju mua.